Nata pas largimit të Edit ishte një nga netët më të rënda për Dolcen brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Gjumi nuk e zuri fare. Orët kalonin njëra pas tjetrës, dritat fikeshin, shtëpia qetësohej, por brenda saj dhimbja vetëm sa rritej. Lotët nuk pushuan, sepse largimi i Edit nuk ishte thjesht një eliminim, ishte një goditje emocionale që ajo nuk e kishte pritur dhe nuk dinte si ta përballonte. Dolce qau në heshtje, larg kamerave sa herë që mundej, por dhimbja ishte më e fortë se çdo përpjekje për ta fshehur. I vinte keq, shumë keq, jo vetëm që Edi doli nga shtëpia, por që doli në atë mënyrë. Me tension, me padrejtësi, me fjalë që e nxorën jashtë vetes. Jo si që meritonte një djalë që kishte dhënë respekt dhe kishte luajtur me dinitet. Kjo ishte ajo që e mundonte më shumë Dolcen, ndjenja se Edi nuk u vlerësua për atë që ishte në të vërtetë. Në mendjen e saj rrotulloheshin bisedat, momentet e qeta, të qeshurat e vogla, diskutimet e sinqerta. Çdo cep i shtëpisë i dukej bosh pa praninë e tij. Ishte hera e parë që Dolcen e ndjeu kaq fort mungesën e dikujt brenda lojës. Jo si lojtar, por si njeri, Dolcen ndjente faj, edhe pse nuk kishte pse. Faj që nuk mundi ta ndihmonte më shumë, që nuk mundi ta mbronte, që nuk mundi ta ndalte situatën të shkonte aq larg. Ajo e dinte se Edi ishte provokuar, e dinte se ai ishte shtyrë drejt reagimit. Dhe pikërisht kjo e bënte largimin e tij edhe më të padrejtë në sytë e saj. Gjatë gjithë natës, lotët e Dolces ishin të qetë, por të pandalshëm. Nuk ishin lot për kamera, as për simpati. Ishin lot të një njeriu që kishte krijuar një lidhje të vërtet emocionale dhe që po përjetonte një ndarje të papritur. Ishte dhimbja e një zemre që nuk fliste dot, por qante. Në mëngjes, lodhja i lexoi në fytyrë. Sytë e skuqur, shikimi i humbur dhe heshtja e saj tregonin gjithçka. Dolce nuk kishte fjetur, sepse mendja dhe zemra i kishin mbetur te Edi. Ajo e dinte se loja vazhdon, por gjithashtu e dinte se diçka e rëndësishme kishte ikur nga ajo.